Kthimi ynë në Kosovë, premiera amerikane e filmit Return to Kosovo. Premiera amerikane e dokumentarit Return to Kosovo u mbajt në Fond Studios në kujdesin e konsulatës përgjithshme të Kosovës në New York. Kthimi I pas në kupton ecjen përpara, tha bashkëprotagonisti britanik Julius Strauss, duke shpjeguar arsyeën e rikthimit pas 25 vitesh në vendin e ngjarjes. Ambasadori Blerim Reka theksoi para audiencës se filmi sjell një dëshmi tronditse për një nga mizoritë më të rënda të luftës në Kosovë, masakrin e familjes Deliu në Obrit e Epërme me 26 shtator 1998, ku 23 antarë të kësaj familje nga 2 deri në 94 vjeç u vranë brutalisht nga forcat serbe. Të mbijetuarit besniku 5 vjeçar dhe motat e tij Liridona dhe Arlinda rrëfejnë plagat e fëminisë dhe pasojat që kanë ndjekur deri në jetën e tyre. Si të rritur, dokumentari sjell historinë e besnikut, miqësinë e tij me Julius Strauss, korrespondentin e luftës që diku raportoi mizoritë në Kosovë, por më vonë u largua nga frontet për të përballur me peshën psiqike të asaj që kishte parë. Pas shumë vitesh kërkimesh, rikthimi I Julius në Kosovë dhe takimi me besnikun bën shtys për të përballur të vërtetën, duke u rikthyer së bashku me xhaxhain e besnikut, Ymer Deliu, në vendin e masakrës. Strauss theksoi se rrëfimi është I domosdoshëm sepse I tejkalon kufijtë e individit. Ideja e filmit lindi nga vajza e tij Emma Strauss, realizuar me një ekip profesionistësh të përbërë nga Ben dhe Donald Harding dhe kameramani Vaughan Smith. Pas shfaqjes, një bisedë të moderuar me studentja e marrëdhënieve ndërkombëtare, Desantila Murriqi ngjalli interes të veçantë për rolin e mediave në raportimin e konflikteve.